duam të bëjmë dije opinionin publik se mbrëm datë 23 qershor, Qeveria e Shqipërisë dhe Shoqëria Çez AS e Republikës Çekisë arritën një marrëveshje për zgjidhjen me mirëkuptim të konfliktit krijuar që prej janarit të vitit 2013, kur Enti Rregullatori i Energjisë mori vendimin për heqjen e licencës së shoqërisë çeke në sektorin e shpërndarjes në Shqipëri. Marrëveshja arritur mes qeverisë shqiptare dhe kompanisë Çez AS ka në thelb termat e mëposhtër. 1. Transferimin e menjëhershëm të aksioneve në favor të shtetit shqiptar, të 76% të aksioneve të shoqërisë, të cilat zotëroheshin nga Çez AS, duke i dhënë shtetit shqiptar pronësi të plotë të shoqërisë. 2. Pala Çeke heq dorë nga kërkimi i vlerës për 103 milion euro të paguar për blerjen e aksioneve në vitin 2009, si dhe nga çdo pretendim tjetër financiar që lidhet me vlerën e blerjes dhe investimeve fillestare. 3. Shoqëria e re e shpërndarjes së energjisë, pra shoqëria e re që merr aksionet nga Pala Çeke, e kontrolluar tashmë nga shteti, merr përsipër t'i paguaj Palës Çeke një vlerë për 87.1 milion euro. Kjo vlerë u dakordsuat të paguhet me këste deri në vitin 2018, me një vlerë të përgjithshme interesi 7.9 milion euro mbi principalin e dakordsuar. Ky principal përfaqëson kredite marra dhe shumat e faturuara dhe të kërkueshme në çdo kohë nga Çez AS. Marrëveshja parashikon se palët heqin dorë nga çdo pretendim i mëtejshëm financiar dhe ligjor. Pala Çeke tërhiqet nga procesi i arbitrazhit të hapur në maj të vitit 2013 sipas rregullave të UNCITRAL mbështetur në Traktatin e Kartës së Energjisë. Pyetja juaj nëse ka apo nuk ka përgjegjës ose kush është përgjegjësi, ka vetëm një emër, Sali Berisha, i cili dhe qeveria e cilit e la gjithë sistemin energjetik në kolaps, në falimentim të plot, me borxhe gati 1.1 miliard, dhe pikërisht e la operatorin e shpërndarjes, deri më dje, apo deri në momentin që të kalojnë në parlament, Çez Shqipëria, e la në gjendje financiare të falimentuar dhe e la çështjen edhe juridike në disavantazh të shtetit shqiptar me qëllim dhe në mes të rrugës.